se jena në drejtën tonë, s'kemi pas asnjë rast një drejtje, e dim se është na bua pa drejt, ata kanë për qëllim që me heq shqiptarët prej komunës Veçanit. Për gjitha rrugët ligjore kena me njëjtë. 2 ish zyrtarë të komunës së Veçanit nga komuniteti shqiptar po pretendojnë se është ndërprer marrëdhënia e punës padrejtësisht nga ekzekutivi i ri, në krye me Dragisha Milović. Në korrekt të vitit të kaluar, ata firmosën kontratën me afat të pacaktuar, me aktemrimin e ish-kryetarit Ilir Peci. Kontrata ju shkëput më 10 janar të këtij viti pas 6 muajsh. Në vendimin e siguruar nga Kallxo.com, thuhet se shkarkimi i tyre ka ndodhur për faktin se gjatë punës provuese nuk kanë ndjekur trajnimet e detyrueshme, buxheti i komunës nuk ka mjete të mjaftueshme për asistent administrativ dhe nuk ekziston raporti për vlerësimin dhe rezultatet e punës. Ish asistenti administrativ në kuadër të drejtorisë për rini, kulturë dhe sport Vedat Musa, së bashku me ish-kryetari një herët asamblesë në komunën e Zveçanit Ilir Peci, paralajmërojnë padi në gjykatë ndaj pushtetit të ri. Kam mbushur 6 muaj me datën 10 janar, kam prit për një vendim që po më jap ose jo, në fakt në moment që ka vënë vendimin, unë kam menuar pjesë që kam kthy negativ, vazhdim ka dalë, më ka shkruar kontratën e punës, arsyet janë skandaloze për shkak se komuna nuk ka buxhet me i pagu asistentë administrativ, nuk kemi mbajtur trajnime që ne kanë obliguar prej komunës, fakt që na nuk mundem me mbajtur trajnime kur nuk na thirrën prej kryetarit komunës me mbajtur ato trajnime, se jena në drejtën tonë, s'kemi pas asnjë rast një drejtje, as me shkrim, as me gojë, po e di që kam frit në fakt ndoshta më keqësiu. Se po thani? Se e dim se është na bua pa drejt, ata kanë për qëllim që me heq shqiptarët prej komunës Veçanit. Për me marrë një vendim të tillë, unë me provoj time 2 vjet që gjy sekretar komune, do të spaktimi paralajmërua zyrtaren për shkputjet kontratës të paktën 15 ditë. Para kohë, nuk e ka paralajmërua, vlerësimi ka bërë kohën time sa kom qenë kryetar, të 2 zyrtarë vlerësimi ka qenë pozitiv. Pikën e ditë ku sigurt se nuk ka ngjaja buxhet komuna, buxhet ka të mjaftueshëm se ty nuk të pranon qeveria do thot në konkurs me shpall ku nuk ka buxhet mjaftueshëm për zyrtarët, ku në besoj se është shkelje ligjore ndaj drejtët zyrtarëve, ku me drejtën do thot këta. O do është me vazhdue, automatikisht nëse kryetari nuk ja vazhdon për 3 ditë, automatikisht vetë ju vazhduhet. Kë ka marrë vendim mas 4 ditë, do thot. Është një shkelje e madhe atë gjitha rrugët ligjore kena me njëjtë. Derën na jepet përfundimisht për gjykate, se e kanë humbur vënë punës ose kthehen do thot gjitha rrugët.